Jam veteran, luftetar I lirisë I 3 luftrave sierimtare. U që në Kosovë I kom thy magazinat e armatës të Jugoslavisë dhe I kom pru armet e katunin Dikovës të Skenderajt, ku e kemi formu shtabin e UÇK-s, shtabin e përgjithshëm. Unë jam ai njeri edhe jam gjallë hala me 5 plagë ndro. Plaga e para që kjo. Përshëndetje, urime, Zoti bekoft këtë televizion, se mos me qenë televizioni, na ishëm 200-300 metra thellë në bunar. E kom fjallën për Kosovë. Faleminderit që para vlerësoni edhe gazetarëve se ju të gjithë. Se televizioni e kanë nxjerrë mbi sipërfaqe vojnë, vujtjet, që ndresën gjakun e popullit shqiptar në Kosovë, që e ka derë për këtë ditë sot që quhet Liri e Kosovës. Cila ka qenë vujtja më e madhe në jetën tënde që ke pas? Vujtja më e madhe edhe gëzimi më I madh dhe krenaria më e madhe e imja ka qenë kur I kom thy magazinat e armatës të Jugoslavisë dhe I kom pru armet për luftën e Kosovës që quhet UÇK në Drenicë. Ai ka qenë gëzimi më I madh, krenaria më e madhe, forca më e madhe, dhurata më e madhe e Zotit. Kërkuj nuk I kom besu veç vëllaut tim. Pikërisht jam I vetmi intelektual në Kosovë, inshallah s'jam, por nuk ka asnjë që kanë pas guxim përgatitje ushtarake me I sjell armet e Jugosllavisë, të ushtrisë të Jugosllavisë në katunin Dikovës të Skenderajt, ku e kemi formu shtabin e UÇK-s, shtabin e përgjithshëm. Jam I vetmi ai njeri, dhe pastaj I burgosun, vllau im I burgosun, 24 orë në Gepek, policia e Serbisë e kanë shti tu e shëtit në përkatune Gepek, në përkatune Drenisës për me tregu ku janë armet, ku janë mshef, ku I ka mshef vllavit. Unë jam ai njeri. Unë jam ai njeri edhe jam gjallë hala me 5 plagë ndro. Plaga e para që kjo. Jam veteran, luftetar I lirisë I 3 luftrave sierimtare. UÇK në Kosovë, UÇPMB Preshevë Bujanovës, Medvezh dhe UÇK ushtria kombëtare Tetov, Kumanov, në Kalane, Kumanovë, dhe Gostiva e të tjera. Të ishin gjallë, ata, luftetar, hero, të këtij atdheu, kur s'u më kishë gjetë këtu, kishë mujtë me më gjetë në qameri. Nuk e kem fillu luftën me e shliru prej Serbie vetëm Kosovën, por e kemi fillu luftën me I ribashku gjitha trojet shqiptare që në Kongresin e Berlinit I kanë coptu dhe një pjesa dërmuese e tyne ka metë në Greqi, në Serbi, e të tjera. Ka kaluar shumë betejë, shumë luftra. Unë jam doktor, profesor I 3 universiteteve. Unë jam pajtimtar në të partë televizës kombëtare për pajtimin e zgjatjeve në krye të profesor Anton Qetës. Unë jam student I tij. Profesor Anton Qeta ka ndru jetë që të durët mija. Kom një histori t'jashtëzakonshme edhe për këtë qendrën e Prishtinës, po do t'alon edhe pak ditë për herën tjetër.
Do e lëm. Kur të mësini, do të përgjigjem këtij televizioni se qenë ka televizion që krijon histori. Gjitha munden me flajt, e mundin mu harru, por historia nuk harron. Gjithë këtyre vuqjeve që ki ndajt, në jetën tënde që ki pas, gjitha sprobave, gjitha këto sakrifica, çfarë kishe mundur për fund me përmbyll bisedën prej këtyre që ki kaluar në jetë? Unë jam i lumtur edhe krenar që njofin dhe i njoft shumë gazetar, shumë veprimtar, shumë adhetar, shumë humanitar njerëzor. Mesin e tyre është Nusret Plana, Adnan Merosi, e të tjerë. Zymer Neziri, doktor profesor Irogoves, e të tjerë. Por, gjithë, deri në momentin e fundit, të gjithë ata komandantë që kanë rruajtur jetë, të fillu prej Adem Jasharit, e të përfunduar në Gjeva edhe Femilla Drosi, Ilaz Kodra, e të tjerë, Zoti i bekoft edhe na përpjek Zoti në të botë. Unë shumë kisha knatësi që ndajte me ne sa të pak këtë rrëfim të jetës tënde. Shpresojmë që të ritakohemi sërish. E kam edhe ne që e mojnë shpirtin zemër. Jam djali i Hasan Jashar Jasharit nga Katuni i Likovës, shtabi i Likovësit. Ai më kanë rruaj jetë me ne dëshirë të madhe që nuk e ka pa me sy. Uniformen kombëtare shqiptare, të policisë kombëtare shqiptare. Gjitha uniformet i ka pas, atë uniform nuk ka mujtë mi pa. Ai është bashkëluftetar i Shaban Pulluzhës, i Mehmet Gradicës, ka luftu në Peshter e Novi Pazar, e gjithë në Tanaond, dhe herën e fundit u taku me gjithë ushtarët që kanë ardhur Likos. Likos është epicentri i Oqëkës që ka shkep Tanaond ushtarët i ka emru komandantët deri në atë moment me 13 qershor, kur unë kom hinë Prishtinë, këtu. Kemi qenë bashkë, ju kom këthy universitetit, profesor jam, të tjertë kanë vazhdu jetën e tyne, Zoti e bekoft familjet e tyne. Unë falenderoj edhe njerë shumë ty. A je i le me rritur në Prishtinë? Unë? Jo, jam e preardhje, dhe më thënë, jashtë Prishtinë. Po, cilë vend? Jam i Suarikës. I Suarekës, krahu i Drenisës, quhet, Drenisa i ka 2 krah, edhe trupin, quhet Suarek, në një krah. Krahu tjetër quhet Malishevë. Zoti e bekoft Suareken edhe Malishevën. Pa 2 këto krah, Drenisa është jetim. Mos ishte Suareka dhe Malisheva, Drenisa në luftën e fundit s'kish pas buk, as ujë me pi, as me hongër. Zoti e bekoft Rambllacën, Ibrahim Rambllacën, Zoti e bekoft Uk Bityqin, që kur ka ardhur në Likovës, ka thonë profesor, çka me ba? Unë kom marrë më ba ushtar. Kom thonë, xhere lop, se shkruj. Unë, Uk Bityqi, deri në këtë moment, isha kryetar i Lidykës për Suarek. Prej këtij momenti jam ushtar i thjesht i atë dheut dhe është transmetuar në televizionin shqiptar të Tiranës. Ai është Uk Bityqi. Një vërndar që ka kontribuar kogja shumë. Edhe njerë shumë knasi për gjitha të vëmëtërarin sakrificat që i ki bë për Kosovën. Të lutë Zoti, e u takofshim për të mira. Faleminderit shumë.